Prej pak javësh, Bashkia e Pogradecit ka nisur zbatimin e projektit për rehabilitimin e lumit në fshatin Zërvask të njësisë administrative Buçimas. Punëtorët fillimisht kanë nisur të ndërtojnë një mur betoni në krah të rrugës, e cila do të krijojë bazën e duhur për shtrimin e rrugës me asfalt. Por disa prej banorëve ankohen se punëtorët po bëjnë vetëm njëri krah të lumit, në një kohë kur ato duhen bërë të dyja pasi ardhja e lumit në dimër do të përmbyt banesat dhe tokat e tyre. Edhe po erdhi lumi, se erdhi një lumi, më ka me gjithë zjarë këtu. Mori me dru, me gjithi për para. Ato thonë si që është, bëjë veçë të tajë, ku ke musin e veçë, punë s'ka, asë gjë, me që të bëjë në zi. Do ma cëllë gërgja. Edhe ura që ka, që do prishi, a i thot do t'i riparoj, do t'i reguloj, thot, pas që do bëjë nuk e di. Umi kur ngarë vjetë në shtator, këtu ka bërë akarina, e ka bërë dy një këtu, i qesi këtu. Unë ura cime nuk e lau në gjallë në botë, ati të rritë. Dhe me shtypi me vinqit atje, nuk e lau në atje, se unë e kam bërë me para tokat. O të bëj me avdhi, shko ku e rilu me këtu, edhe i ra me djallë këtu, se këto këta shpite djallë, ato ma ta kam të mjetë. Edhe gjithi për para, në mbë Ju dojnë o ta bëj me avdhe, mos e bëj iq? Që të dojë të bëj. Për mua me ndimit tim, ashtu nuk e lasë kur të bëjt në mizdi. Ne kërkojmë betë rruga. Rruga i farzeroj, ata të komunës, të qeverinë, kryet, jo dhe s'ka filluar ande. Po do bëhet apo jo? Po, se di, këta të bëj firma, pa në, s'është problemat e shtë rruga bjerje, ma rrugës të hape, si të shkojmë si njerë, të shkojmë gjadja, të shkojmë rëhat. Makina nuk futet atje besoj. Ja, gjera ty të vjene, pastaj ande. Ne komunikuam edhe me Bashkinë Pogradec në lidhje me këtë çështje dhe kjo e fundit na konfirmoi se lumi do të shtrohet në të dy krahët e tij, por fillimisht po punohet në pjesën e sipërme në mënyrë që të krijohet baza e duhur për rrugën, më pas do të punohet në pjesën e poshtme. Përveç murit të betonit janë edhe disa ura që do të ndërtohen përgjatë tij dhe në përfundim të këtyre punimeve do të bëhet edhe shtrimi i rrugës me asfalt. Projekti sipas të dhënave ka shifrën e 107 milion lekëve të vjetra.